Përshëndetje, jeni me lajmet e orës 15 në RTK. Avokati Arjanit Koci njoftoi se një ish pjesëtar i njësisë speciale operative të Policisë së Kosovës është ndaluar dje nga autoritetet serbe në pikën kufitare Horgosh dhe është dërguar në qendrën e ndalimit në Kanjizh. Avokati deklaroi se edhe pse i njëjti ka 3 vjet që nuk është pjesë e Policisë së Kosovës dhe jeton në Gjermani, ai është marrë në pyetje për rastin Banjska. Koci ka thënë se ndalimi i Arbnor Spahiut po duket si reagimi drejt për drejt ndaj këtij zbulimi, derisa këtë e ka quajtur përpjekje për të friksuar, për të ndëshkuar dhe për të krijuar pasiguri, sidomos për ata që dikur kanë shërbyer në institucionet e sigurisë së Kosovës. Ai ka kërkuar reagim urgjent nga Ministria e Punëve të Jashtme, zyra ndërlidhëse në Beograd dhe të gjitha institucionet përgjegjëse. Ish kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Lugin të Preshevës, Nevzat Lutfiu, ka treguar se policia serbe ka ndaluar për ta marrë në pyetje infermierën Linda Fetahu Krivanjeva. Ai tha se Linda Fetahu Krivanjeva është infermiere e cila shëroi plagët e ushtarëve të lirisë e që nuk e ndaloi zërin asnjëherë për të drejtat e shqiptarëve të Luginës. Lutfiu tha se infermierja Fetahu u ndalua për 3 orë derisa me familjen e saj po shkonte nga Kosova në Lugin. Sipas Nevzat Lutfiut, kjo është bërë për ta dekurajuar, friksuar e madje është paralajmëruar se ndalesat do të vazhdojnë. Vazhdojmë me lajmet e tjera. Deputet do të mblidhen sërish nesër në përpjekjen e 29 për konstituimin e legjislaturës së 9. Seanca pritet të fillojë nga ora 11, kurse ajo paraprake e mbajtur dje, e cila dështoi ishte 28 me radhë. Deputetët nuk po arrin të formojnë komisionin për votim të fshehtë për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Në seancën e djeshme, vetëm 48 deputet votuan pro formimit të tij. Propozimi për kryetar të kuvendit takon partisë ose koalicionit fitues që në këtë rast është Lëvizja Vetëvendosje, e cila si kandidate ka propozuar deputetën dhe ministrën në dorëheqje Albulena Haxhiu. Avokati Arjanit Koci ka paralajmëruar se edhe nesër do të vazhdojë me aksionin e tij të protestës para kuvendit të Kosovës, duke kërkuar që deputet t'i japin zgjidhje kësaj situate. Deputeti i Vetëvendosjes Agim Batiri ka reaguar rreth situatës politike në vend. Ai deklaroi se mjaft është mjaft dhe se kuvendi është kthyer në peng të inatit. Deputeti u drejtua partive të tjera që në legjislaturën e kaluar ishin në opozit, duke kërkuar që të reflektojnë, duke shtuar se Kosova nuk është lodër politike. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi reagoi ndaj gjendjes aktuale politike në vend. Ai e ka cilësuar situatën në kuvend si një blokadë që buron nga një pabarazi e thellë në procesin e formimit të institucioneve pas zgjedhjeve. Gashi kritikoi ashpër qasjen e vetëvendosjes, e cila ka të drejtën e propozimit të kryetarit të kuvendit, duke quajtur atë si qasje përjashtuese. Edhe deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Time Kadriaj, duke kritikuar lëvizjen vetëvendosje, tha se kjo parti po pengon konstituimin e kuvendit. Në deklarat për Kosova Press, Kadriaj shpreson se që gjykata kushtetuese do dalë shpejt me një vendim për kushtetueshmërinë e votimit të fshehtë të kryetarit të kuvendit pas inicimit të rastit nga ana e tyre më 12 maj. Ecim tutje, nga sot Komuna e Podujevës do të filloj fazën e parë të dezinsektimit të hapësirave përreth lumenjeve Llap dhe Dumnic. Dezinsektimi i hapësirave të jashtme vazhdon deri më 11 qershor dhe bëhet me qëllim të zvogëlimit të numrit të insekteve dhe si masë parandaluese e përhapjes së smundjeve infektive. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se sot po mban mot me diell dhe pjesërisht i vranët. Sipas institutit, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 10 deri në 15 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 30 deri në 34 gradë Celsius. Indeksi i rrezeve ultraviolet mbetet shumë i lartë. Rekomandohet shmangje e ekspozimit të drejt për drejt në diell gjatë orëve të mesditës nga ora 10 deri në orën 17.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka vendosur gardën kombëtare në Los Angeles pas protestave që shpërthyen kundër agjendëve të imigracionit. Presidenti Donald Trump të dielën vlerësoi trupat e gardës kombëtare që ai dha dritën jeshile për të shtypur protestat e vazhdueshme të emigracionit në Kaliforninë Jugore, pavarësisht se nuk kishte prova se trupat ishin në terren. Trump më parë tha se 2000 antarë të gardës kombëtare do të dislokoheshin pas përleshjeve për mbastisjet ndaj emigrantëve pa dokumente. Vetëm për të qenë të qartë, garda kombëtare nuk është vendosur në qytetin e Los Angeles, ka shkruar kryetaria e bashkisë Karen Bass në X disa minuta pasi Trump postoi në Truth Social. Bill Essayli, prokuror amerikan për distriktin qendror të Kalifornisë, tha të shtunën vonë se garda kombëtare pritej të arrinte afërsisht në 24 orët e ardhshme. Ai mbrojti vendimin e Trumpit për të vendosur trupa në LA, duke thënë se guvernatori i Kalifornisë, Gavin Newsom, nuk mund të kontrollonte shtetin e tij. Por Newsom e quajti vendosjen e trupave qëllimisht nxitse dhe tha se kjo vetëm sa do të përshkallëzonte tensionet. Ky është mision i gabuar dhe do të zbej besimin e publikut, ka thënë Newsom. Më herët sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth kërcënoi të shtyp protestat e emigracionit duke dërguar marincat aktiv në Los Angeles. Newsom në një përgjigje tha se Hegseth po shfaqte sjellje të çrregullt. Grupe të vogla protestuesish vazhduan të mblidheshin dhe të pengonin trafikun pranë qendrës metropolitane të paraburgimit në Alameda të shtunën vonë, pavarësisht paralajmërimeve të përsëritura nga policia për t'u shpërndarë. Në mesnatë policia njoftoi se disa persona që hyjnë përsëri në zonat e tubimit të palegjshëm janë ndaluar dhe disa do të arrestohen dhe të shkohen. Departamenti i sherifit të qytetit ka deklaruar për CNN se disa protestues të mbledhur hodhën fishek zjarre drejt forcave të rendit, ndërsa oficerët formuan një vijë përleshjeje për të larguar njerëzit nga zona. Më herët gjatë mbrëmjes protestuesit në Paramount, në juglindje të qytetit, po hedhnin objekte dhe po shfaqnin sjellje të dhunshme ndaj agjentëve federal dhe zëvendë sherifëve, njoftoi policia të shtunën vonë. Kandidati për president i Kolumbisë, Miguel Uribe Turbay, 39 vjeç, është qelluar gjatë një aktiviteti të fushatës në Bogota. Mjekët kanë thënë se ai u qellua 2 herë në kokë dhe 1 herë në këmbë. Ai është dërguar në klinikën Santa Fe, derisa mbështetësit e tij janë mbledhur afër spitalit. Senatori kolumbian Miguel Uribe, një kandidat presidencial, është në gjendje të rëndë në spital pasi u qellua gjatë një aktiviteti zgjedhor në Bogota të shtunën, sipas gruas së tij dhe autoriteteve qeveritare dhe partijake. Zyra e prokurorit të përgjithshëm kolumbian tha në një deklaratë se një i mitër 15 vjeç u arrestua duke mbajtur një pistolet Glock 9 mm, ndërsa presidenti Gustavo Petro urdhëroi një hetim se kush e kishte urdhëruar sulmin. Senatori 39 vjeçar, antar i partisë opozitare konservatore të Qendrës Demokratike, u qellua gjatë një eventi të fushatës presidenciale të vitit 2026 në një park publik në lagjen Fontibon në kryeqytet, sipas një deklarate të partisë që dënoi sulmin. Partia tha në një deklaratë se persona të armatosur e qelluan nga pas dhe përshkroi sulmin si serioz, por nuk zbuloi detaje të mëtejshme mbi gjendjen e Uribes. Gruaja e tij, Maria Claudia Tarazona, shkroi në llogarinë e burrit të saj në X se ai po luftonte për jetën e tij. Njerëzit u mblodhën jashtë spitalit të fondacionit Santa Fe ku po trajtohej Uribe, ndërsa ministri i mbrojtjes së Kolumbisë, Pedro Sanchez, tha se një i dyshuar ishte arrestuar në të shtënat dhe se autoritetet po hetonin nëse të tjerë ishin të përfshirë. Ishte kjo e tëra, faleminderit që na ndoqët, mirupafshim.